Pra, siç ju paralajmëruam, jemi para Parlamentit të Këshillit të Evropës. Jemi me një pjesëmarrje të bashkëdhetarëve tanë dhe të ardhurve nga gjitha trojet shqiptare. Këtu jem me kryetarin dhe njeriu që s'ka shqiptar që nuk e njeh dhe nuk e din kontributin e tij. Zoti Gucati, si ndiheni sot në mesin e bashkëdhetarëve, por edhe bashkëkombëtarëve? Faleminderit juve shumë që keni gjetë kohë ju gjitha mediat më ardh. Unë sot e ndi veten shumë të privilegjuar kur i shoh gjithë njerëz, mërgata që kanë ardhur dhe i kanë punë të veta private që kanë pas. Sot vikend trin me familjet e veta kanë ardhur në bashkangjitjen e protestë. Mu pikërisht vendin kur votuan një rezolut për një njeri të çmendur. Ne kemi Zvicrën shtet mik e kemi, po dikmordi ka qenë i çmendur për mua dhe për pjesën dërmuese të shqiptarëve i cili bindi një bukur një grup të madh të deputetëve ta votojnë një rezolut kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës. Unë nuk e di këta njerëz a kanë ditë çka kanë votuar më së pari. E dyta, a kanë llogaritë ta njerëz se s'ka ku bëhet gjykat një vetëm për një pjesë të një shteti. Kosova jeton mbi shumë kombe, shqiptarë, serbë, rom, turqë dhe ashkali dhe të tjerët. Dhe kështu ta kanë votuar një gjykat vetëm kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës. Krimi dhe kriminalet kanë emër mbi emër dhe adresë. Adresa është Serbia, krimi është Miloševići, kriminalet janë ushtria policore çetnike serbe që ka bërë krimin në Kosovë. Edhe ne sot kemi ardhur këtu të protestojmë kolegëve të tyne, të ish deputetëve, tash ta që kanë ardhur deputetërit t'ju tregojmë se çka kanë votuar. Ne kemi vendos, i kemi ditë softë tushka, ku kemi kërkesat tona që t'ju dorëzohen 280 deputetëve të Parlamentit të Këshillit të Evropës, t'ju tregojmë se çka kanë votuar. Kjo gjykat ka deviju për rrugës vete, ju e dini pse është formuar mbi një shtëpi e verë që s'ka ekzistuar fare, ajo shtëpi, ajo si objekt ekziston, po si spital ju s'ka ekzistuar kur në jetën e vete. Dhe shqiptarët nuk e kanë gjenezën e vetë të bëjnë krime lufte. Shqiptarët janë burra që dalin vrasin ballë për ballë, ledin për ledin. Dhe ne kemi njëftu, kemi vullu frontale ta shirojmë kombin dhe vendin tonë. Krime ka bu Serbia, mbi 460 masakra janë në Kosovë. Mbi 13.500 shqiptarë të vrarë. 1.624.000 vogël janë të vrarë dhe të djegur nga forcat policore çetnike serbe. Kështu që ne sot do ta ngrisim zërin, vetëm drejtësi, jo elmosh, drejtësia zë tjetër. Kryetara, ndihesh krenor sot që jenë mesin e bashkëdhetarëve tanë dhe diaspora një forcë e madhe, por këtu ka ardhur gjithë kombi shqiptar. Po ku mos jesh krenor ku kjo diasporë, si jo mrapa me këta njerëz janë, këta kanë qenë para lufte dhe pas luftës sot. Këta janë shtylla e shtetit Kosovës. Këta kanë bërë shtetin, këta kanë bërë kombin gjallë. Mërgata ka bërë kombin gjallë dhe ne sot nëse gaboj me shasëm dhe thojmë një diçka për mërgatën, është një zotë që mund me na hakmerë dhe ne nuk guxojmë flasëm këtë mërgatës. Ten që na kanë armatos neve, parët e tyne nuk mbledh fishekin, revoljen apo armën për me luftues pushtuesin serb, jo serbin, pushtues serb që kanë luftuar në Kosovë, çetnik paramilitar serb. Dhe unë jam falendërues për jetë e mot për mërgatën dhe gjithë qytetarët e Kosovës, besoj edhe qytetarët shqiptarë në këndën janë mirënjohës për mërgatën që kanë bërë shumë për vendin e vet. Cili janë mesazhi juaj për deputetët e këtij parlamenti që ta çojnë në vend drejtësinë për çlirimtarët? Mesazhi im është që pej soti, unë e di që të mërkurë dhe të kanë asambleja, kanë një mbledhje që të ta mbajnë këtu. Ti marrin parasysh kërkesat tona dhe të fillojnë hapin e ri, ta përmirësojnë gabimin që kanë bërë, që kanë votuar një rezolut, një dëmshme për vendin tim dhe për vendin, sidomos për kombin shqiptar, dëmshme shumë, dhe ta shfuqizojnë atë rezolut dhe ta bëjnë një rezolut kundër gjykatës speciale. Edhe njerë pëllëm, ju bëjmë thirrje, deputetët Parlamentit të Evropës, votoni rezolutën për me bëjë shfuqizimin asoj gjykatet pa drejt ndaj shqiptarëve dhe ndaj pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Atëherë ju uroj suksese dhe miru takoshëm në protestën e radhës në Shkup të Maqedonisë. Faleminderit nga ju, faleminderit nga televizioni juve dhe gjithë shikuesve juve. Shihemi në Shkup muajin e 12 dhjetor datën ende se kemi vendosur përmbysur do të jetë Shkupi. Dhe shpresoj vitin e ardhshëm jo, po Allah Zoti sa më shpejt vinë të familjet e tyre, të shokët e miq, të vinë të gjithë në bashkangjitjen e neve ata burra që janë mbrana atje padrejtisht. Liri çlirimtarëve. Liri, respekt. Liri. Jem veç mbrapa nëse ka